partia e parë që mi majtë gjitha për veti, po luftojnë edhe parti tjera që me marë një pjesë mundit për fatësune dhe me... Së luftojnë mi pas gjitha për vete, e s'po thot në asë një moment që unë du presidencën për vete. Pse s'po thot asë një moment, Zoti Glahu Konjufsa që propozoj ma heret, i kujna ka qenë? Pa ju propozu në fund të mandatit... Marë parasyshe e tregon që njërë absolute ka dashtë gjithçka për veti. Dhe më pas u rikthy situata... Propozimi tjetër, 5 minuta para orës 12. Si kur ta kishin... Nuk ka qenë serios, ka qenë ma shumë kamuflazh, me thonë një arsye ma shumë që hajde unë mbulona kur shkejnë zgjedhja. Nuk ka qenë si qëllim... Shiko, Zoti Kurti 500 herë kam na qunë zgjedhje, edhe nuk e propozon një president që se ka në kontrol dhe se s'mundet me ndiku të presidentja. Zoti Kurti e ka që vendin në zgjedhja? Absolutisht Zoti Kurti ka që vendin në zgjedhja. Jo, në mendoj që Vjosa Osmani ka që vendin në zgjedhja. Si mundesh me mendu... Po, ajo adeshte dhe një mandat për herë të dytë, doli u matë në zgjedhje, pa të shpresa se mund të ketë dhe kërja një rezultat më të mirë, sepse ishte më optimist. Shkoku që zonja Osmani ishte një figurë popularizuar. Ka vlerësim pozitiv, edhe për punën e Vjosës, edhe për bashkëpunimin e tyre. Unë faktikisht vlerësim pozitiv dhe negativ mund të kem për secilin. Shkaku se secili nuk është në njërën e veti për krym. E qysh Vjosa me të quë që as deputete s'ka qenë, as ka qenë deputete Vjosa Osmani. Një veprimi caktuar, unë e them publikisht dhe nëse mund të kem një mendim pozitiv për një përfaqësim të caktuar. Si retorik mund është me përdor, po jo si fakt. Deri tasi, nëse ti do në mbind mu këtu se zgjedhjet nuk janë provoku shkaku i figurës Vjosa Osmanit, atër mos e merë heqat mundim. Shkaku se zonja Osmani, në momentin kur e shpërndau parlamentin dhe gjykata politik ka provokime, dhe sot Albin Kurti boni ka gja shumë provokime. Shpallja të vendim të presidentes si null, s'po themi kundër kushtetues, se kështu të pavlefshëm e shpalli, aty momentin kur u kriju, po mos këthejmi shumë në kaluarën. Qa ka ndodhë diri të qaj? Vetëm deshta me të kundërshtu që ishtë ambicia zonjës Osmani, për me qenë edhe një mandat presidente që është ambicia legjitime. Diri sa u zirë dekreti, qa ka ndodhë diri sa u zirë dekreti? Tash, kjo situatë për balë cilës jemi, është një vetë vendosje pas ati procesit zgjedhor, kur i kështë 5.1%, tash rrën e 4.7%, qa ka ndodhë deri të dekreti? Qa ka ndodhë deri të dekreti? Pyetja prej këtij momenti e tutje është, nëse mbahet provokohet edhe një proces i ri zgjedhor, prapë do të vim tek e njëjta. Unë s'kam dyshime pse e mbajnë zgjedhjet herën e kaluar. Opozita ka dashur edhe një herë me shku në zgjedhje, me sfidu për pushtet. A mundet me provoku aleanca zgjedhje? A mundet PDK-ja, mundet LDK-ja? Apo mundet taj që i ka mundësi miftu tjetër dhe po marrëveshje? Vjosa Osmani doli u mat me votë dhe nuk e mori atë që e priti. Se sikur sot ta zonë LDK-ja ti kishte 25%, dilte partia e dytë, sot ndryshe do të diskutojmë. Asnjë s'ka marrë që qa ka prit. Jo, asnjë partive opozitare nuk e ka dyshim për para. Jo, edhe partia që ka qenë e para i ka hu për minimin 1.000 vota. A e ka prit që